Diçka e paimagjinueshme do ndodh më 25 tetor. Vetëm 5 shenja janë zgjedhur nga universi. Diçka e madhe po afrohet, diçka që nuk ndodh shpesh në univers. Më 25 tetor, energjitë e dritës dhe errësirës përplasen në një portë që do të zgjojë shpirtrat e përzgjedhur. Kjo nuk është një ditë e zakonshme, është momenti kur fati përmbyset. Nëse këto ditë ke ndjerë dridhje, ëndra të çuditshme ose një qetësi të frikshme, nuk është rastësi. Universi po të përgatit për një zbulesë që do ndryshojë gjithçka. Vetëm disa shpirtra do e ndjejnë këtë thirrje. Pyetja është: a je ti njëri prej tyre? Akrepi, ti ndodhesh në qendër të stuhisë shpirtërore që sjell 25 tetori. Kjo ditë do të vërë përballë çdo ndjenje, kujtese dhe vendimi që ke shmangur. Në punë pritet një zbulim i madh që mund të ndryshojë rrugën. Në dashuri, të fshetat dalin në dritë, dikush që mendove se të kishte harruar, po të mendon ende. Në financa, ndryshimi është i menjëhershëm, një mundësi që se prisje shfaqet pa pritur. Por kujdes. Mos i tremb dridhjet e shpirtit, sepse janë shenja që po rilin. 25 tetori është dita kur ti shet të vërtetën, pa filtra. Universi të zgjedh si një nga ata që do të shohin dritën përtej errësirës. Dashi, energjia e 25 tetorit do të ndes flakën që ke mbajtur fshehur për shumë kohë. Universi po të thërret të zgjohesh, të mos fshihesh më pas frikave. Në punë, një surprizë e madhe do të tregojë që gjithçka që ke pritur po merr formë. Në dashuri, një moment i fortë emocional do të vendos përballë zgjedhjes së zemrës. Në financa, lëvizjet janë të papritura por fatlume, ajo që humbe kthehet me shumë fish. Mos u frikson nga intensiteti i kësaj dite. 25 tetori është pika e kthesës që do të çojë drejt suksesit dhe qartësisë. Ti je një nga të zgjedhurit që universi po teston përpara se ta bekojë. Luani, për ty 25 tetori është dita kur forca e shpirtit provohet. Universi ka parë durimin tënd dhe tani po përgatit shpërblimin. Në punë do ndodh diçka që do të vendos në qendër të vëmendjes, jo rastësisht. Në dashuri, një energji e fuqishme të bashkon me dikë që e ndjen në shpirt. Në financa, lajmet që vijnë pas 25 tetorit do ndryshojnë rrjedhën e gjërave. Kjo ditë do të tregojë që çdo durim ka një shpërblim hyjnor. Universi po të ndriçon për ta parë se kush je në të vërtetë. Një shpirt që nuk dorëzohet, por udhëheq të tjerët drejt dritës. Peshqit, në heshtje, universi ka punuar për ty. 25 tetori është dita kur do të ndjesh se gjithçka merr kuptim. Në punë mund të ndodhë diçka e vogël që hap një portë të madhe për të ardhmen. Në dashuri, ndjenjat që ke mbajtur brenda dalin në dritë dhe çlirojnë shpirtin. Në financa, mund të vinë lajme që të japin frymëmarrje pas një periudhe të vështirë. Mos u habit nëse ndjen lot ose dridhje, janë shenja të rilindjes shpirtërore. Universi të ka zgjedhur për të përjetuar ndryshimin më të butë, por më të thellë. Në heshtje, fati yt po merr formë të re. Demi, 25 tetori do të shkon çdo dyshim që ke pasur. Universi po të shtyn të zgjedhësh mes frikës dhe besimit. Në punë, një e vërtet del në dritë, mund të jetë një mundësi që se kishe parë ose një rikthim i papritur. Në dashuri, ndjenja të thella dalin në sipërfaqe. Mos i shtyp. Në financa, fati lëviz në mënyrë të çuditshme, por drejt dritës. Kjo ditë është testi yt hyjnor. Nëse qëndron me besim, do shpërblehesh më shumë se ke menduar ndonjëherë. Universi s'po të ndëshkon, po të ngre në nivelin e shpirtit tënd më të lartë. 25 tetori do të tregojë sepse çdo pritje ka pasur kuptim. 25 tetori nuk është një datë kalendarike, është portë universale. Dritat, njerëzit dhe ndjenjat që do ndjesh atë ditë nuk janë rastësi. Universi po zgjedh shpirtrat që kanë duruar, që kanë besuar edhe kur gjithçka duke je humbur. Shkruaj shenjën tënde në komente dhe thuaj: jam gati për mrekullinë e 25 tetorit.
Mos haro të abonohesh në Zëri i Universit, sepse kjo është vetëm fillimi i ndryshimeve që po vinë.